është rasti të shpalli një tjetër çmim. Një kontratë pune në Vision Plus, ku njëra nga vajzat tona ka rënë në sy për elokuencën dhe pasionin e saj për televizionin. Ftoj në skenë prezantuese në ëmbël Evi Reçi. Mirëmbrëma të gjithëve. Mirëmbrëma. Faleminderit shumë për këtë nder. Në fakt kesh një kontratë me Vision Plus. Kush më mirë se unë mund ta thotë. Jam shumë e lumtur që jam në këtë skenë, në këtë mega spektakël bukurie që transmetohet drejt për së drejti në ekranin e televizionit kombëtar Vision Plus. Vesi bën vetën, s'keni çfarë bëni. Aq më tepër kur vajzat I kam takuar dhe personalisht në vizionin e pasdites, edhe ju të dy keni qenë. Edhe vajzat I kemi njohur nga afër dhe jam e lumtur që në këtë zarf është kolegja ime e ardhshme. Pra një kontratë pune nga Vision Plus do të jetë. Para se të zbulojmë se kush do të jetë kolegja e Evit, Evi, cila është magjia e televizionit? Magjia e televizionit është që ti merr leje të deportosh tek zemrat e njerëzve për ditë. Dhe në fakt është vetmja mënyrë për të fituar zemrat e njerëzve dhe uroj ta kem bërë. Kështu që uroj edhe kolegja ime e ardhshme ta bëj këtë gjë. Le të zbulojmë se kush do të jetë kolegja e Evit në Vision Plus, vajza që do të fitojë një kontratë pune. Fituesja është Gilberta Miftari. Teksa vajzat vazhdojnë të jenë në skenë,